Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell një video pak më ndryshe se zakonisht, kam sjell mënyrën se si pres unë mysafir në qaj, sonde kam familjen time, motrën dhe vllaun, kam përgatitur shumë gjëra, picë në shtëpi, këtu kam reçel drellze me petale të trëndafilit, kam përgatitur një dras për me qaj, me mishrat ndryshme, pasi pra mishte lata e madhe, kam përgatitur havull, puding mante, përgatitur dhe qifle për me qaj, kanë dalë shumë të mira. Dhe qaji është gati. Kjo është mënyra motra dashura se si përgatis unë për të pritur mysafirët. Besoj si u ka pëlqyer. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, gjeri në rrethetën e radhës.